Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit 7, është ky edicioni lajmeve orës 15. Do i njohim ngjarjet kryesore që kanë shënuar këtë ditë deri në këto momente. Një shtetas i Serbisë ka sulmuar zyrtarët policor në pikën kufitare në Jarinj mëngjesin e sejntës. Policia ka njoftuar se i dyshuari është arrestuar, ndërsa njëri nga policët ka pranuar tretman mjekësor. Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Serbisë pasi që i njëjti ka sulmuar zyrtarët policor. Një zyrtar policor ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës. Siguria në vend do të mbetet prioritet edhe për general-majorin e ushtrisë turke Ozgan Ulutash, i cili është rikthyer në krye të komandës së KFOR-it. Ai në fjalën e tij premtoi përkushtim për vazhdimin e misionit, ndërsa italiani Enrico Barduani në deklarimin përmbyllës ka folur për shqetësimet e vazhdueshme rreth sigurisë në vend. Me 14 minuta vonesë vjen te kampi Film City i KFOR-it në Prishtinë. Por qasjen brenda si kurse presidentja nuk e ka aq të lehtë edhe kryetari i kuvendit. Pas verifikimit se kush është, Dimal Basha nuk përfillet shumë as nga Vjosa Osmani, teksa mbeti pak minuta në këmbë. E pastaj erdhën edhe liderët tjerë si kreu i PDK-s, kreu i Prishtinës e ministria e jashtme në detyrë, por mbetën tek dera. Dhe ndonë se u vënua dhe më shumë se ta, kryeministri në detyrë Albin Kurti hynë para tyre e tek pastaj rehatohen të gjithë. Ceremonia fillon me parakalimin e ushtarëve që mbanin flamujt e KFOR-it, si dhe intonimin e himneve të shtetit që kishte komandën dhe atij që do e merrte nga e premtja. Në fjalimin e tij para dorëzimit të komandës, italiani Enrico Barduani tha se situata e sigurisë është përmirësuar ndjeshëm që nga ardhja e KFOR-it. Megjithatë, ende ka shqetësime për humbjen e sigurisë për shkak të disa çështjeve të pasgjidhura dhe pikërisht për këtë arsye, roli i KFOR-it mbetet kritik, si dhe thelbësor për të parë si pjesë integrale e angazhimit të vazhdueshëm të bashkësisë me të gjerë ndërkombëtare. Pas ti fjalën e mori komandantja supreme i ushtrisë së Kosovës, që falenderoi dhe e riafirmoi aspiratën e Kosovës për t'u antarësuar në NATO. Historikisht dhe edhe sot populli i Republikës së Kosovës gjithmonë është rreshtuar me vlerat e lirisë, demokracisë dhe sigurisë kolektive. Kjo është arsyeja pse aspirata jon për t'u antarësuar në NATO nuk është thjesht një zgjedhje strategjike, por një pasqyrim i asaj se kush jemi ne. Në një kohë kur kërcënimet ndaj paqes po shumë fishohen, aleanca është më e fortë kur qëndron me partnerë që vërtet e kanë dëshmuar përkushtimin e tyre. Më pas, Osmani e nderoi Barduanin me medalje ushtarake presidenciale për bashkëpunimin gjatë kësaj kohe. E kur edhe zyrtarisht u bë ndërrimi i komandës nga italianët tek turqit, komandanti i ri i KFOR-it, që është i pari që u zgjodh për herë të dytë, Ozgan Ulutash, tha se rruga e stabilitetit është vetëm përmes dialogut. Ky shërbim do të sjellë një vazhdimsi nga i kaluari. Jemi këtu për siguri dhe stabilitet rajonal. Do e bëjmë këtë përmes aktiviteteve në tokë. Dialogu mes Prishtinës e Beogradit është rruga drejt stabilitetit. Këtë e përsëriti dhe admirali i marinës amerikane Stuart Munch, që tha se shpresa për paqe është në duart të zyrtarëve të zgjedhur në Kosovë dhe Serbi. Për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë është deklaruar dhe ambasadori i Suedisë në vend Jonas Osterlund. Ai në një intervistë për Kosova Presin ka komentuar vendimin e gjykatës kushtetuese, duke u bërë thirrje deputetëve të kuvendit që ta respektojnë atë. Gjykata kushtetuese tha fjalën e fundit më 30 shtator sa i përket konstituimit të kuvendit të Kosovës. Aty u bë e qartë se ky proces nuk ka përfunduar, duke përcaktuar një afat kohor prej 12 ditësh pas publikimit të aktgjykimit për zgjedhjen e nënkryetarit serb. Ky vendim kërkoi që të respektohet ambasadori i Suedisë në Kosovë, Jonas Westerlund. Nuk kam ndonjë mendim për vetë përmbajtjen, por jam shumë i kënaqur që kjo është një deklaratë mjaft e qartë nga gjykata kushtetuese. Tani mos harroni që gjykata kushtetuese është themeli i çdo shoqërie demokratike dhe duhet i përmbahemi asaj dhe të respektohen të gjitha vendimet. Westerlund thotë se Kosovës i duhet një qeveri legjitime në mënyrë që vendi të përqendrohet në antarësimin në Bashkimin Evropian, Këshill të Evropës dhe NATO.
Sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, Westerlund tha se me formimin e qeverisë duhet të ketë diskutime serioze në Bruksel për normalizimin e raporteve mes të dyja vendeve. I'm very pleased that we have a new envoy. Jam shumë i kënaqur që kemi një zë të ri të BE-s që nga fillimi i këtij viti, Peter Sorensen. Ai po ndërmerr hapa përpara për procesin e normalizimit. Shpresoj që të mund ta përshpejtojmë procesin. Nuk kemi parë shumë progres këtë vit ende, ndaj shpresoj që të mund të kemi një qeveri në Kosovë dhe që të kemi diskutime më serioze në Bruksel mbi dialogun e normalizimit. And that we can have more serious discussions in Brussels on a normalization dialogue. Edhe pa formimin e qeverisë së re, në Bruksel janë mbajtur 2 takime në nivel të krye negociatorëve mes Kosovës dhe Serbisë, por pa rezultate konkrete. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama është pritur sot në takim me organizatën e veteranëve të luftës. OVL-UÇK tha se kanë falendëruar Ramën për mbështetjen e dhënë në protestën e kaluar dhe se i kanë kërkuar që ky bashkëpunim të vazhdojë veçmas për protestën e 17 tetorit në Tiranë. Sot patëm takim me kryetarin e kryeqytetit tonë Prishtinën, njëherët edhe kandidat për kryetar nga radhët e LDK-s, zotëri Përparim Rama, e falenderuam për mbështetjen në protestën e kaluar dhe kërkuam që ky bashkëpunim të vazhdojë veçmas për protestën e 17 tetorit në Tiranë. Nga zotëri Rama morëm zotimin dhe premtimin e tij në këtë drejtim. OVL-UÇK tha se dera e kategorive të dala nga lufta e UÇK-s është e hapur për gjithë ata që nderojnë dhe vlerësojnë sakrificën e popullit tonë për liri e në veçanti këto kategori. Prokuroria Speciale ka hedhur poshtë kallëzimin penal të Mimoza akusari Lilës kundër gazetarit Vebi Kajtazi për publikimin e bisedës telefonike të kryetarës alternativës me Milan Radojqiqin. Në një akvendim të nxjerrë javën e kaluar, Prokuroria Speciale ka konstatuar se nuk ka gjetur elemente të veprës penale në rastin e publikimit të audio-ingjizimit të publikuar nga paparazzi. Kusari Lila në tetor të vitit kaluar parashtroi kallëzim penal për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit ndaj gazetarit Kajtazi. Në kallëzim penal, shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes pretendonte se portali paparazzi.com me drejtor Vebi Kajtazin publikoi një gjoja bisedë të fabrikuar me saj, Slavko Simiqit dhe Milan Radojqiq. Ndryshimet e papritura të kushteve atmosferike kanë shkaktuar dëme materiale në disa komuna të vendit, përfshirë edhe kryeqytetin Prishtinën. Dëmët janë vetëm materiale dhe nuk raportohet për persona të lënduar. Të gjitha ekipet janë në teren, kemi pasur disa raste dëmtimësh në disa pjesë të Prishtinës, si në rrugën Femi Agani pranë RTK-s, rruga Rasim Kiqina dhe në disa fshatra të tjera, ka thënë drejtori për siguri dhe emergjenca në Prishtinë Lulzim Fushtica. Si pasojë e rreshjeve të borës në disa rajonet Kosovës, janë shkaktuar prishje në rrjetin elektrik Shpërndarës, duke lënë një numër të caktuar të konsumatorëve pa furnizim e energjie elektrike. Rajonet më të prekura sipas njoftimit të Kecit janë Prishtina, Gjilani, Prizreni dhe Mitrovica, ku bazuar në informacionet e kompanisë, disa dalje janë jashtë funksionit. Pas rënjes temperaturave është mobilizuar Termokosi. Ndërmarrja publike Termokos ka njoftuar se do nis furnizimin e jashtëzakonshëm me ngroje për të gjithë se vazhdojnë të njëjtat kushte atmosferike. Për shkak të përkeqësimit të motit 2 ditë të fundit, ngrotoria ka njoftuar se tashmë ka finalizuar përgatitjet për fillimin e furnizimit me ngroje përmes ngrotorës QKUK-s për nevojat e klinikave të kësaj qendre mjekësore. Aktualisht janë duke u kryer testimet përfundimtare të rrjetit dhe gjithë sistemit të ngrojes. Në rast se kushtet klimatike mbeten të njëjta, ditëve të ardhshme do fillojmë furnizimin e jashtëzakonshëm me ngroje për gjithë konsumatorët tanë, thotë në njoftimin e Termokosit. Termokos ka thënë se është në gatishmëri të plotë për të përmbushur misionin e saj. E me këto lajme nga sporti, po e mbyllim edhe këtë edicion informativ të orës 15. Ju kujtoj që gjatë gjithë kohës keni Gazetën Ekspres për të informuar në kohë edhe me saksi, ndërkaq në ora 17 ju pret magazina informative Frontal. Faleminderit për vëmendjen tuaj, mirëmbëjtje.